Krimi ekonomik pranë policisë së Tiranës ka zbarkuar pranë autoritetit të kontrollit ushqimor, ku ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin që disponon ky institucion, sa i takon kontrolleve që janë nënshtruar për subjektin privat Sorial. Kompania Alma Tafanit dyshohet se përmes shërbimeve catering ka helmuar 2 herë radhazi studentët e Akademisë së Sigurisë, rasti i parë në maj dhe ky i fundit para pak ditësh. Sektori kundër krimit ekonomik ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin e AKU-s që nga janari deri tani për të parë nëse Sorial është kontrolluar brenda ligjeve, sa i takon 2 skandaleve brenda 1 muaji të ndodhura brenda ambienteve të Akademisë së Sigurisë, ku përgatiten oficerët e arshëm të policisë së shtetit. Ndërkohë burime bëjnë me dije se Prokuroria e Tiranës është në pritje të analizave zyrtare për të përcaktuar shkakun e vërtetë të helmimit të 60 studentëve, të cilët u dërguan në spitalin e QSOT-s me shenjat të dukshme helmimi, si dhimbje barku, të vjella, temperaturë të tjerë. Dosja e helmimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetme me rastin e parë, ngjarje ndodhur në fillim të muajit maj të këtij viti. Një ditë më parë, Komisariati numër 1 në Tiranë ka marrë në pyetje administratorin e Sorial Alma Tafani, e cila ka deklaruar se ka bërë çdo ditë furnizimin me ushqim për studentët e Akademisë së Sigurisë, ku sipas saj çdo vakt ushqimor është gatuar dhe më pas është shpërndar sipas procedurave normale, duke respektuar kushtet e higjienës. Në pyetje gjithashtu janë marrë dhe punonjësit e kësaj kompanie, të cilët kanë për detyrë përgatitjen e ushqimeve për studentët. Deri në këtë fazë asnjë person nuk është marrë në hetim sa i takon skandalit të dytë, pasi pritet grumbullimi i provave dhe më pas do të jetë Prokuroria e Tiranës ajo që do të urdhërojë për veprime policinë. Duket se veprimet hetimore janë paralizuar deri në përfundim të analizave të 14 mostrave të marra në total, 7 nga vakti i Drekës dhe 7 të tjera nga vakti i Darkës. Edhe pse në muajin maj Sorial helmoi 58 student, duke infektuar me Escherichia coli dhe stafilokok të tipit B, AKU ja riktheu aktivitetin kompanisë Alma Tafanit dhe u mjaftua vetëm një gjop për 1.5 milion lekësh. Vetë kompania Sorial ka reaguar disa herë në lidhje me këto skandale, ku ka thënë se studentët që dyshohet se janë helmuar nuk kanë larë duart përpara konsumimit të ushqimit ose mund të jenë prekur nga virozat.